Franco Burra ishte protagonisti Kupës së Shqipërisë në atletik, aktivitet që u mbajti 2 ditë më parë në Shkodër. Atleti i Vllaznisë tregoi një formë të shkëlqyer duke thyer rekordin kombëtar në 400 metra, teksa përmirësoi rezultatin e tij të vitit 2022. Një performancë që i dha edhe çmimin e sportistit më të mirë të aktivitetit të zhvilluar në pistën e stadiumit Loro Boriçi. Në një intervistë për Star Plus, Franco Burra i shprehet i kënaqur për thyrjen e këtij rekordi nga ana e tij, ndërsa tregoi edhe emocionet e të garuarit në stadiumin Loro Boriçi. Faktikisht në 2 gatë e para, si ajo e Malit të Zi edhe kjo në Shkodër ishin shumë të mira. Ta hapësh sezonin outdoor me rekordet është natyrisht është tregon formën e mirë si po kalojmë dhe shpresojmë natyrisht se garat e tjera të jemi rekord. Jemi alo në fazën përgatitore, nuk kemi kaluar në ato fazat e garave. Është herët zakonisht ne pretendojmë që maksimumin ta marrim në qershor, natyrisht duke se vjen me rekord me garat e para, automatikisht mendon që rekordi do të bjerë më poshtë gjatë muajve të ardhshëm. Natyrisht është kënaqësi shumë e madhe, aty të vitën për ditë dhe natyrisht duke thyrë në Shkodër është natyrisht kënaqësi shumë e madhe. Burra i foli edhe për eventet e radhës dhe për objektivat e tij në këto aktivitete, ndërsa tha se ndjen më shumë përgjegjësi mbi shpatulla, duke qenë se edhe niveli i tij si atlet rritet çdo ditë më tepër. Kemi 2 gara të rëndësishme. Është kampionati evropian në Liga 3, po ashtu është kampionati ballkanik. Këto janë 2 gara rëndësishme si mendojmë që të jemi në zonën e medaljeve. Të jemi janë kualifikuese sepse ne pretendojmë të marrim pjesë në Tokyo, që është kampionati botëror që do të zhvillohet në shtator. Natyrisht pretendojmë që të them përsëri rekordet 200 dhe 400, po pse jo të zbresim në 46 të jenë 45 sekonda rekordi 400. Natyrisht që po, për çdo vit që ne rritemi një si sportist, natyrisht është përgjegjësia shumë e madhe sepse njerëzit fillojnë të kërkojnë ndoshta më shumë nga ti. Por besoj që ndoshta në vitet e ardhshme, duke qenë se rritet edhe niveli, kemi një medalje ndërkombëtare që do të besoj se do të bëj krenar natyrisht edhe Vllazni. Edhe pse nuk është piku i sezonit, atleti i Vllaznisë Franco Burra i vijon seancat stërvitore sërish për të përmirësuar në garat e ardhshme, aty ku rivaliteti do të jetë edhe më i lartë.